Mirëmëngjesi Agnesë dhe për ty, mirëmëngjesi për gjithë shikuesit. Jemi tashmë për të biseduar për një temë që ka të bëjë me ditën e sotme, e që është testi i arritshmërisë pra për klasët e 9-ta. Ne kemi arritur në kohën kur veç se është duke u bërë shpërndarja e materialeve, gjë që na treguan që ka filluar shumë herët, por për krejt detajet e testit të arritshmërisë që mbahet sot në shkollat e Kosovës, do të flasim bashkë me zotin Fatmir Elezi, i cili është udhëhec i divizionit Qendra për Vlerësim. Mirëmëngjes zoti Elezi, faleminderit shumë për kohë. Po besoj që ecuria e punës në këtë mëngjes ka shku mirë, të tregojmë pak shpërndarjen e materialeve dhe gjithçka deri në këto momente. Atëherë, shpërndarja e materialeve kemi filluar nga ora 6:30 minuta, në komunat që janë pak më larg dhe ka vazhduar deri pak para orës 9 kur kanë qendrat e fundit në Prishtinë. Do të shpërndarja ka shkuar me kohë, nuk ka pas ndonjë vonesë të administratorëve, të komisionerëve, përveç disa që kanë ardhur prej Gjakovës, të fundit për shkak të një trafiku. Për ndryshe dhe sa kanë mbetur, sepse na treguat që edhe në disa shkolla apo është për shpërndarja plot? Do të thotë pa filluar intervistën, veç shkuan edhe 3 qendrat e fundit të Prishtinës para orës 9. Tregojmë pak për përgatitjet e si vjet, me ndryshimet që ka pas, edhe për aspektin e testit të arritshmërisë në përgjithësi, sepse treguam edhe para se të hyjmë bisedë, si ka qenë edhe me pikë të maksimale më parë ndryshimet që janë bërë. Atëherë, testi i arritshmërisë vitet e fundit ka qenë 2 ditë, ku në ditë kanë qenë lëndë shkenca natyrore, ditën tjetër lëndë shkenca shoqërore edhe gjuha. Këtë vit testi i arritshmërisë është organizuar vetëm në një ditë me 100 kërkesa, ku gjitha lëndë pra testohen sot. Pikët nxënësve ju shërbejnë për orientim në klasën e 10, edhe dikun 40 pyetje në gjuhë dhe në matematikë nga 20, 5 në gjuhë angleze, 5 në informatikë dhe 25 shkenca natyrore, 25 në shkenca shoqërore. Sa i përket edhe kontrollave, gjithçka që shkon në secilën shkollë, flasim edhe për këtë aspekt pra të përgatitjes që e keni pas. Atëherë si në testin e maturës edhe për testin e arritshmërisë, në qendrat e testimit janë 5 persona në komisionin e qendrës, një përfaqësues i mashtit, përfaqësues i shkollës, përfaqësues i komunës dhe 2 përfaqësues nga komuna të tjera jo të komunës ku testohet nxënësit. Sa janë nxënës në total që i nënshtrohen këtij testi sot? Janë më pak se 24.000 nxënës, do të thotë numri i nxënësve në klasën e 9 vitet e para ka qenë diku 36.000, tash kemi 24.000 nxënës. Çka flet kjo ramje ndoshta ndër vite? Kjo ramja flet edhe me registrimin e popullsisë, domethënë është ramje e përgjithshme shtu numrit të popullatës. E përmendet që zakonisht për testin e arritshmërisë dihet që është orientimi për shkollimin e mesëm me tutje. Duam ta dim pak ndoshta për ndryshimet ose profilet që zakonisht nxënësit po i zgjedhin, ka po na çojnë më tepër dhe apo rrihet që të mbushet numri, po themi jo ndoshta në Prishtinë, po në shkollat e tjera të rrethit. Atëherë, varësisht prej pikëve në lëndë të saktume, nxënësit orientohen në klasën e 10. Në fakt ata preferencën e kanë drejtimin që dëshirojnë të regjistrohen, mirë po na drejtim duhet të kenë pikë maksimale. Zakonisht preferencat janë më shumë për shkenca natyrore, edhe gjimnazet, shkenca natyrore shoqërore, për shkollat profesionale nuk plotësohet numri në afatën e parë, në shumicën e shkollave, përveç shkollave të mjekësisë, kështu që mbesin vend edhe për afatën e dytë, por në shumë komuna tash është një dukuri që edhe në gjimnaze nuk plotësohet numri i nxënësve në afatën e parë. Një dukuri tjetër që në çdo vit ka qenë prezente është aspekti i rrjeteve sociale dhe shpërndarja e testeve, si për të maturës, tjetër për të arritshmërisë. A është pa kjo ndonjë ndryshim sado pak tash apo do të bëjt vetën edhe kontrolla siç e përmend? Atëherë tham janë 5 persona në qendër që i bjen nëse qendra ka 10 salla, për pos administratorit, 2 klasë i mbikëqyr një komisioner. Edhe nxënësit njësoj si në maturë, do thotë kanë të ndaluar me posedimin e telefonit në qendër dhe masi të filloj testi, nëse nxënësi nxinet me telefon ai largohet prej qendrës së testimit, kështu që kisha pas dëshirë që asnjë nxënës mos largohet për shkak të posedimit të telefonit, por të bazohet në forcat vete dhe ta punoj testin. Tek testi i arritshmërisë nuk ka kriteriet akademik, do thotë nxënësit i marrin pikë sipas arritshmërisë e kanë në test. Mirë, po nëse largohet nga testi ai nuk ka rezultat. Faleminderit shumë zoti Elezi, edhe uroj që të shkojë puna mirë. Ju faleminderit juve.
Mirë, Agnes, këto kanë qenë detajet sa i përket testit të arrishmërisë që tregoi zoti Elizi, pra sot me këtë datë nënshtrohen prej orës 10 vetë se fillon, ka mbetur krejt pak kohë, ndërkaq do të pritet edhe publikimi i rezultateve që do doja dia në çfarë kohe bëhet publikimi sepse edhe këtë harruam. Do të thotë të hanën një javë planifikohet, mirë po nëse arrim të përpunojmë më herët, do t'i përpunojmë edhe më herët, nga se është edhe konkursi për regjistrimin në shkollat e mesme të larta. Që varësisht edhe me to, duhet jetë faleminderit shumë. Pra, këto kanë qenë detajet bashkë me zotin Elizi dhe nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër, ne po e drejtojmë linjën në studio.